Unë jam shqiptar i besimit shqiptarisë, se nuk e ndryshoj, se me këta kam u përgjesh para Zotit tem. Unë e kam Zotin tem, ki e ka Zotin e ti. Ti ki Zotin tam. Ja, më se gut. Unë nuk gutem, o Molla Sadri, sepse e di saksisht se çfarë po them. Unë nuk e kam të programuar trurin me besuar se Hoxha, imami i muslimanizmit, fesë së turkut, është kujdestari im kur bëhet fjalë për besimin tim në Ilahin. Tani ua përsëriti fjalën ofto edhe një herë aty ku përmendet në Kur'anin famlar. Dhe 20 të surës Ad-Duhan, wa inni uthu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Dhe unë kërkoj strehim të Zoti im dhe Zoti juaj që të mos më të mëtoni gjuani me gur. Vetëm sa po informim, këtë e përdori shpesh, unë për njerëzit nuk munden me kuptu, po çdo herë kur e përdori, dal fitues. Si që e sheni, janë në lidhje me Hazreti Musa. Në origjinë rënja kësaj fjale ajnë vav dha është udh. Ajni është me u dhe germa dha është me sukun. Në lidhje me këtë pasfort, fjalë kalim, nuk do t'jap shpjegime, detaje mbetet të ushtrohet teknika e saj nga besimtarët shqiptar, nëse kanë kyçe në librin e Zotit, Kitab Allah. Por është me nënësi me ditë ku, si dhe me kap pikën kur duhesh me përdor.